Komenti I fjalëve të urta. Të dashur më Krishtin, nga libri I fjalëve të urta, sot lexojmë nga kapitulli 14, vargu 15 deri në vargu 26. Vargu 15 thotë: Budallai beson çdo fjalë, por njeriu I matur tregon kujdes të veçantë për hapat e tij. Një njeri naiv, pra një njeri I pamend, që mashtrohet lehtë, është I ndjeshëm ndaj çdo ideje apo trilli të ri. Pra, ai beson çdo gjë që I thuhet, edhe nuk e arsyeton atë që dëgjon. Kurse njeriu I matur shikon me kujdes dhe kështu ruan hapat e tij nga gabimi. Aq më tepër, besimtari kërkon prova të sigurta dhe të gjitha ato që I dëgjon, ai I konsulton me fjalën e Perëndisë. Kurse një I pabes beson çdo gjë që thuhet nga çdo shkencëtar, filozof apo psikolog kalimtar dhe kështu bie në mashtrim të madh. Vargu 16 thotë: Njeriu I urtë I trembet së keqes dhe largohet prej saj, por budallai zemërohet dhe është fodull. Pra, njeriu I urtë I trembet së keqes nuk do thotë se ai ka frikë nga e keqja, si e keqe, por do thotë se ai shmanget të keqes, nuk kërkon të përballet me të. Pra, ka një kuptim që është I kujdesshëm dhe syçel. Ashtu si dhe Zoti thotë në një vend tjetër të Ungjillit, mos e kundërshto të keqen. E keqja prish veten e saj. Ndërsa budallai është një njeri arrogant, I shkujdesur, është I papërmbajtur, padyshim është një fodull. Vargu 17 thotë: Ai që zemërohet me lehtësi kryen marrëzi, dhe njeriu që ka qëllime të këqija është I urryer. Për ai njeri që zemërohet me lehtësi, pra është gjak nxehtë, bën gjëra të pamenduara dhe me pasojë. Ai për shembull përplas dyert, hedh çdo gjë të dobishme, shqipton mallkime dhe sharje, fjalë fyese, thyen objekte dhe kështu tërbohet. Por se nëse duhet të zgjedhim midis një njeriu gjak nxehtë dhe një njeriu I cili ka qëllime të këqija, ky I dyti është më I keq dhe I urryer, sepse ky ka qëllime të fshehta që përpiqet t'i kryejë me gjak ftohtësi. Prandaj, një krim I cili është bërë me gjakftotësi dhe për hakmarrje është më I rëndë dhe gjykohet më shumë se sa një krim I cili bëhet në gjaknxehtësi. Vargu 18 thotë: Te veçelët e trashëgojnë budallëkun, por njerëzit e matur kurrëzohen me dije. Te veçelët janë ata njerëz të shpërndar, të cilët nuk pranojnë të dëgjojnë mësimin e shëndosh, dhe për këtë arsye ata zgjedhin që të bëhen të marr, pra të paditur. Kurse njerëzit e matur nderohen dhe shpërblehen duke marrë gjithnjë e më shumë dije. Dhe kjo dije do të jetë si një kuror në kryet e tyre. Vargu 19 thotë: Njerëzit e këqij do të përkulen përpara njerëzve të mirë dhe pabesët në portat e të drejtëve. Kjo fjalë e urtë tregon për triumfin e së mirës së të keqes. Në këtë botë shikojmë që e mira dhe e keqja janë në luftë, dhe ndonjëherë e keqja duket me shumë pushtet, por kjo nuk do të zgjasë gjithmonë. E mira do triumfojë mbi të keqen ashtu si drita mbi errësirë. Dhe do vi një ditë ku të gjithë njerëzit do të përulen përpara Zotit Jezu Krisht dhe do të apohojnë me gojë se ai është Zot dhe shpëtimtar. Kjo do jetë dita e gjykimit, ku e mira, e shenjta, e përsosura në Zotin Jezu Krisht do të shfaqet përpara gjithë njerëzve. Dhe në këtë ditë, si tham, e keqja do përulet dhe do të riqet e turpëruar dhe e mundur. Vargu 20 thotë: Të varfrin e urren vetë miku I tij, por I pasuri ka shumë miklues. Normalisht është diçka e gabuar kjo gjë që të varfrin, meqense nuk ka çfarë t'i jap miqve tij, ai bëhet I panevojshëm për ta. Njerëzit e përbuzin të varfrin, sepse nuk kanë interes tek ai. Ata e shmangin të varfrin, pra shoqërinë me të, dhe përpiqen të kenë shoqëri me të pasurit. Dhe patjetër kjo nuk vjen nga dashuria, as nga një marrëdhënie e shëndosh miqësore,
por nga interesi. Neve duhet interesohemi për njerëzit në bazë të asaj çfarë mund të bëjmë për ta, jo çfarë mund të marrim prej tyre. Po në një farë kuptimi, i pasuri ka shumë miklues, që do të thotë ai nuk ka njerëz që e duan, por njerëz që i bëjnë lajka, sepse ata kërkojnë të përfitojnë nga pasuria e të pasurit. Dhe kjo nuk është një misi e vërtet. Vargu 21 thotë: kush përçmon të afërmin e vet, mëkaton, por ai që ka mëshirë për të varfërit është i lumtur. Ky varg lidhet me vargun e mëparshëm dhe patjetër jo vetëm që neve ku përçmojmë të varfrin bëjmë një gjë të gabuar, por mëkatojmë. Sepse ne dimë që te çdo njeri është Zoti. Çdo njeri prej nesh është një ikonë e Perëndisë. Aq më shumë i afërmi i varfër, sepse ai është një ikonë e Krishtit, i cili erdhi si i varfër midis njerëzve. Prandaj, nëse ne i përçmojmë këta njerëz, ne kemi përçmuar Zotin dhe ky është një mëkat. Por ai që ka mëshirë për të varfrit është i lumtur. Patjetër, neve duke përdallyer të varfrit, pra duke pasur mëshirë për ta, neve këtë të mirë nuk ja bëjmë thjesht të varfrit, por këtë të mirë ja bëjmë Zotit. Dhe Zoti na jep prej lumturisë së Tij. Vargu 22 thotë: a nuk devijojnë vallë nga rruga e drejtë ata që kurdisin të keqen, por ata që mendojnë të mirën kanë për të gjetur mirësi dhe të vërtetën. Pra ata njerëz që thunin djallëzi dhe kurdisin plane të këqija, janë caktuar të devijojnë. Duhet dini se ka vetëm një rrugë të drejtë. Dhe ata njerëz që nuk qëndrojnë në këtë rrugë të drejtë, por thurin plane të këqija, ata do të devijojnë nga kjo rrugë, sepse nuk mund qëndrojë e keqja me të mirën, e pamoralshmja me të moralshmen, e ndyra me të shenjtën. Kështu që patjetër këta njerëz do devijojnë dhe këtë do të tregoj vetë jeta e tyre. Por ata që mendojnë të mirën kanë për të gjetur mirësi dhe të vërtetën. Kjo do thotë se Perëndia u tregon mirësi atyre dhe kjo përputhet me premtimin e Tij për të mbrojtur të mirin. Por jo vetëm nga Perëndia, por ata do të gjejnë mirësi edhe nga njerëzit dhe një besnikëri të ndershme dhe të vërtetë. Vargu 23 thotë: në çdo mundim ka një fitim, por fjalët e kota çojnë vetëm në varfëri. Çdo punë e ndershme dhe e mundishme patjetër ka një fitim. Po të folurit kot çon në varfëri. Ka njerëz sot që mblidhen dhe bisedojnë me orë të tëra për problemet, por asnjëherë nuk lëvizin as gishtin për të zgjidhur këto probleme. Prandaj dhe probleme mbeten aty dhe kjo është një varfëri e madhe për personin, familjen dhe për shoqërinë. Por le të flasim në një aspekt më shpirtëror. Ka disa njerëz të ashtuqytur besimtar që shqetësohen për paditurinë e tjerëve, pra që njerëzit janë të pa ungjillizuar dhe nuk e njohin lajmin e mirë. Por asnjëherë këta nuk marrin vendimin dhe nuk përpiqen të shkojnë tek të tjerët, të bëhet fjalë te komshit, te të afërmit ose më larg për të përhapur fjalën e Zotit. Dhe kjo është një varfëri e madhe si për ata, por edhe për të tjerët. Vargu 24 thotë: kurora e njerëzve të urtë është pasuria e tyre, por marrëzia e budallëve është marrëzi. Pra, njerëzit e urtë e kanë urtësinë si një kuror. Dhe kjo lavdi është dhe pasuria e tyre. Po ashtu, kjo pasuri e tyre, pra kjo urtësi, kthehet dhe lavdi për ta. Por marrëzia e budallëve është marrëzi. Budallëjt nuk kanë gjë tjetër veç marrëzisë. Dhe kjo marrëzi e tyre shfaqet marrëzi në jetën dhe veprimet që ata bëjnë. Vargu 25 thotë: një dëshmimtar që thotë të vërtetën shpëton jetën e njerëzve, por një dëshmimtar i rrem thotë gënjeshtër. Pra, një dëshmimtar që thotë të vërtetën në gjyq shpëton njerëzit e pafajshëm nga kurthi që është ngritur atyre. Por një dëshmimtar i rrem i paraqet ndryshe faktet me tërë pasojat shkatrimtare që rrjedhin nga një mashtrim i tillë. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një dëshmi në gjyq thjesht juridik, por bëhet fjalë për një dëshmitar që thotë vërtetën, pra thotë fjalën e Zotit që është fjala e të vërtetës. Dhe ky shpëton jetën e njerëzve. Pra flet për një shpëtim të një jete shpirtërore. Por një dëshmitar i rrem, një heretik, thotë gënjeshtra, pra një mësim të gabuar, dhe kjo sjell shkatrimin e jetëve.
Në frikën e Zotit gjendet një siguri e madhe, dhe bitë e tij do kenë një vend strehimi. Njeriu që ka frikë Zotin ka gjithë arsye që të ketë një siguri të madhe. Sepse e kemi lexuar një vend tjetër të fjalëve të urta, frika e Perëndisë është fillimi i diturisë. Pra ata njerëz të cilët kanë frikë Zotit, ata janë të mbështetur në fuqinë e Zotit. Pra ata jetojnë në strehen e krave të Zotit. Prandaj dhe kjo ju jep atyre siguri. Dhe bitë e tij do kenë një vend strehimi. Kështu jo vetëm ai, por dhe fëmijët e tij do të kenë një vend strehimi kur të vijë e keqja. Prandaj, besimi i prindërve ndihmon edhe mbron edhe fëmijët. Dëgjuat komentin e fjalëve të urta.